Kosovarët nuk do të paguajnë €1.21 për 1 litër naftë, edhe benzina do të paguhet më pak se €1.31 për litër. Ndonë se ende nuk dihet sa do jetë, pasi varet nga lëvizja në berzë, çmimi i derivateve do të bie për shkak të tarifave të vendosura nga presidenti amerikan Donald Trump. Kryetari i shoqatës së naftëtarëve, Fadil Berjani, i tha klanit se bazuar në standardin kosovar, €1 për litër do të ishte ideal, por kjo varet nga bursa ndërkombëtare. Veç qytetarëve hajrin kësaj ulje do t'ja shohin edhe prodhuesit. Sikurse të nafta dhe të produkte tjera në tregjen ndërkombëtare në bursa ka një rrëmje. Sa do të zgjat do ta shohim, po besoj që ka me reflektuar edhe në Kosovë, për shkak se importuesit tonë janë shumë të mbarë nga bursa dhe nëse në bursa ka ulje, padyshim që ka me reflektuar edhe vendin tonë. Sipas tij, institucionet kosovare duhet të jenë të gatshme për të përshtatur çdo ndryshimi në arenën ndërkombëtare. Nga partitë politike që kanë fituar ulse në Kuvendin e Republikës Kosovës, që të themelojnë institucionet sa më shpejt jenë fuqi plotë, se është një dinamizëm shumë i madh që duhet edhe na me kanë përgatitur për çdo ndryshim që na vjen. Edhe gardianët e konsumatorëve kërkojnë që shteti të lehtësojë barrën tatimore. Qeveria ta bëj hapën e duhur, që krahas ulës së çmimit në berzën botërore, ta ul edhe ajo akcizën, ta ul pak TVSH-n, ta ul pak taksat e tatimet. Pas shpalljes së tarifave të reja nga Trump, çmimet e naftës ranë ndjeshëm duke rritur frikën për recesion në SBA, por edhe vënien në vështirësi të kompanive të vogla energjetike amerikane.